Çështja e furnizimit të rregullt me ujë tek varrezat e Prizrenit ka vite që po shqetëson qytetarët e këtij qyteti. Disa prej tyre, të cilët kishin vajtur për të vizituar të dashurit e tyre që prehen në këto varreza, janë të shqetësuar për mungesën e ujit në këtë vend të veçantë ku nderohen të vdekurit. Me çto kpucat për lyta me bal dalin qytete për lyna edhe qytetin fund fare. Për një komunë si Prizrenin, mos me rrjedh uji është e padrejtë dhe e pahishme, sepse fundit qaq buxhet edhe mundësi ka. Ka një qeshme, shumë e thjeshtë. Shohim shumë qytetarë sjellin ujë me bidone. Maltretim, më thonë. Tash çështja e besimit është çështje shumë subjektive, po fundit fare secili sipas mendimit vet edhe besimit vet mundohet me mirëmbajt atë ai i cili pushon aty në varrin e vet. Duke pastruar rrethin, duke ujit aty eventualisht ndonjë lule. Qash ka të drejtë edhe qash meriton një qytetar mi pas aty, domethënë të paktën gjërat ujin. Shumë po na shqetëson, tepër shumë. Për mirëmbajtje të varrezave të afërme këtu, besoj që cilni ujë nga shtëpia. Po normal, për shtëpisë kështu s'ka ujë. Këto komuna duhet me parasysh këto. Atë të kërkon. Nëse kërkohet individualisht ne, atë në po shkangjitëm i kësaj. Po më sa duket komune e ka. Është kompania rajonale e Zjotit. Normal. E këto bashkëpunime varreza duhet kenë ankesa të bëjmë. Ta shko problemi në vdi. Pa ujë nuk bën. Ele atje s'ka ujë, ele manal s'ka ujë. Kompania rajonale ujësjellësit Hidroregjoni Jugor në prill të vitit 2024, pas kërkesës së shumicës së qytetarëve, riktheu furnizimin me ujë të pishëm në varrezat të qytetit, duke kryer edhe sanimin e të gjitha instalimeve të nevojshme. Sipas ushtruesit të detyrës së kryeshefit ekzekutiv të kësaj kompanie, Fadil Berisha, rikthimi i furnizimit me ujë u bë me shpresën se mund të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme për këtë problem financiar. Berisha foli tutje edhe për takimin realizuar me Kompaninë Rajonale për Mirëmbajtjen e Mbeturinave Ekoregjioni dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike, duke theksuar se deri në dhjetor të vitit 2024 nuk është paguar asnjë faturë për ujin e konsumuar dhe tha ai, borxhi akumuluar deri më tani ka arritur shumën prej 32.972 euro. Ndërprerja e furnizimit është bërë për shkak të mos kryes së obligimeve ndaj kompanisë që mbas dhonave që i kemi, domethënë të bazës së konsumatorëve, borxhi total i ujit, domethënë që të ujit pa paguar ka rritur deri në 32.970 euro. Unë të marr parasysh situatën, djeshmërinë e rastit edhe kërkesat të vazhdueshme, unë kam angazhu ekipin operative dhe shërbimet e tjera komercial që të rikthehet furnizimi në varreza për një kohë të shkurtër për të gjetur një zgjidhje, domethënë afatgjatë të këtij problemi. Në prill të vitit 2024, unë kemi pas takim me Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe Ekoregjioni nuk ka marrë përsipër, domethënë e ka zyrtarisht në shton që nuk janë përgjegjës për faturat e ujit. Nga Drejtoria e Shërbimeve Publike janë zgjotuar që do t'i marrin përsipër. Për këtë arsye unë gjithmonë me qëllim të një zgjidhje sa më të drejtë dhe ndjeshmërisë së rastit, unë kam kërkuar që së paku nuk është çështja e borxhit ashtu që përmendë, po së paku t'i merr obligim edhe t'i paguën faturat rrjedhëse nga kuvendi komunal. Edhe pse Ndërkaq, drejtori i Shërbimeve Publike në Prizren, Çejl Lamaj, theksoi se derisa të përfundojë procesi gjyqësor mes kompanive të Ekoregionit dhe Hidroregionit Jugor, borxhi akumuluar do të mbetet i papaguar, teksa shtoi se të gjitha obligimet financiare janë kompetencë e kësaj të fundit. Sipas drejtorit Lamaj, komuna ka për detyrë të merret vetëm me rregullimin e infrastrukturës për furnizimin e rregullt me ujë të qytetarëve. Vitin e kaluar ne kemi pas normalisht takim me Hidroregionin, i cili na ka paraqitur një shqetësim që në varrezat e qytetit me kërkesën e shumë qytetarëve, faktikisht takimin e kanë ftuar, që pse nuk ka ujë. Vërteta qëndron aty që Hidroregioni na ka informuar se ka shumë kyçe ilegale në atë zonë, edhe normalisht që ne kemi rënë dakord që ata ta sanojnë këtë problem, normalisht t'i kyçin njerëz cilët e bëjnë keqpërdorimin e atij ujit, edhe ne me operatorët tanë t'ju dalim në ndihmës për projektin i cili ka qenë janë 20-30 metra, ashtu është thënë spaku nga ana e Hidroregionit që duhet të bëhet një bypass.
nuk është bërë ky bypass. Ekoregionin këtë rast ku faturohet faktikisht fatura e kësaj sasie të ujit i cili shpenzohet aty, janë në raporte gjyqësore me hidroregionin. Tani derisa nuk përfundon gjithçka mes hidroregionit dhe ekoregionit rreth gjyqësisë e kësaj, ky borxh do të mbetet ai borxh i cili ka qenë. Duhet ta dinë edhe qytetarët, edhe hidroregioni si kompetent për furnizim me ujë dhe problemet rreth ujit është hidroregioni. Komuna e Prizrenit ndihmon në këtë aspekt në infrastrukturë. Kurse sa i përket pjesës tjetër, kompetencat bartën krejt te hidroregioni i cili i nkalson edhe borxhet edhe detyrimet që i kanë qytetarët ndaj tyre. E derisa të gjenden ndonjë zgjedhje mes organeve kompetente, qytetarët do të vijojnë që të sjellin ujë nga shtëpitë e tyre për mirëmbajtjen e varrezave të më të dashurve të tyre.